Kur ka ndodhur kjo vjedhje? Vjedhja ka ndodhur pas viteve 90, deri sot vazhdon përsëri. Vjedhja nuk është vjedhje klasike, sikur me të marrën diçka në xhep ty tash, por është vjedhje nëpërmes abuzimit. Që do të thotë, kryesisht vjedhja realizohet nëpërmes tenderave. Po. Si realizohet? Tenderat kanë një financim të caktuar. Tash ky financim jepet për të realizuar punë të caktuara. Realisht kostoja e këtyre punëve plus fitimin që i takon atij është shumë e vogël në krahasim me fondet që jepen. Pra, me thonë thjesht me një shembull, nëse një punë koston reale ka 100 milion lek, supozojmë fitimi 10%, 20, shkon 120, në të vërtet kjo financohet 200, 300, 500 milion. Më shumë është kosto apo profitimi që merret nga ky tender? Ne dyshojmë se është nuk e profitimi. po. Tani, këta tender tani i bëjnë më shumë se duhet bëhet diçka për shërbim social ose të një komuniteti të caktuar si Shqipëria për shembull ose Tirana kryesisht që është përqendruar gjithë vëmendja, apo mendojnë që të fitojnë vetëm më shumë. Pra i krijojnë to tenderat Të kombinuar, por kohët e fundit me specializimin e vjedhjeve në këtë kuptim. specialista, Bravo, tash ne po dëgjojmë që një pjesë mirë e shërbimeve që kryhen po porositen nga ata që janë të interesuar për të përfituar. Për të përfituar. Po. Këtë po e shohim, kemi arrit ta kuptojmë ne këtë për ta ndarë, domethënë ne shqiptarë në tërësi, jo ju, asun, Po. ose edhe të tjerë pa gjykuar, në përgjithësi. Kuptoj. Pra, a arrin ta ndajmë ne se ku është tender për të përfituar dhe ku është tender që është për shërbim? Jo, tenderat kryen shërbime me përjashtim rasteve siç flitet azon për incinerator që unë nuk jam nuk njoh në hollësi, por të paktën në opinion jashtë që aty janë dhënë lek dhe s'është kryer shërbim fare. Nga gjitha forcat politike ndodh kjo gjëja pra me tenderat? Deri më sot absolutisht po, dhe forcat politike çfarë bojnë? Ajo që është në opozitë vetëm kritikon pozitën, por përpiqet për të mjell, po i thomu një harres për atë që ka ba vetë. Ose për të zhbërë këtë që të përfitoj po, normalisht. Dhe fakti që sa ku që politika, opozita përqendrohet vetëm në kritikë që është e domosdoshme dhe duhet bë edhe me thellë, edhe me gjanë, por nuk reflekton për mangësitë e veta, besimi i popullatës është me pikë pyetje. Të këtë do e dilja unë, kam marrë shpjegimin më duar që se kam dëgjuar asnjëherë për sa i përket pjesës së vjedhjes dhe këtë shpjegimin që bërë me ndarjes, domethënë midis tenderit dhe profitimit ose vjedhjes. Si mund ta zgjidhim? A kemi menduar ndonjëherë si mund zgjidhet kjo gjë për shembull? Po, normalisht kjo zgjidhet kur ne si popullat të ndërgjegjësohemi dhe të mos shkojmë pas interesave të ngushta personale për të përfituar diçka ose thjesht, si me thonë, për opinion ose për krahinizëm ose diçka tillë, por secili shqiptar në qoftë se dhe prioritet interesat e veta të familjes, të komunitetit, të dheu. Dhe ke familjes ndoshta po, por ke komunitetin e ushtrimit do të ne. Po pikërisht, kush po mendoj për vete edhe vetëm familjen e tij, te po e shohim masivisht. Absolutisht. Si bëhen pjesë një partie ose një pushteti të caktuar. Por këto interesat personale të familjes ne nuk shohim ndoshta më larg vetes. Është defekt shumë i madh. Është smundje kjo vjedhja dhe kjo defekt. Smundje nuk është, po është interesa. Interesa, jo, smundje nuk mund ta quajmë se smundja ka një kuptim tjetër. Është smundja nuk shkon si shprehje figurative, se kjo përdoret si figurative. A ka në ilaç për shembull që mund? Ilaçi është kjo, që intelektualt, njerëzit me kapacitete
me kulturë të gjerë të thellë, mjafton që t'jenë të vendosën, të prirun në vetë vete dhe të bashkojnë rreth vetes të gjithë ata njerëz që janë të, po them në mënyrë figurative, të betuar që do punojnë me drejtësi dhe ndershmëri, dhe këta njerëz të grupohen dhe të mbledhin shumë tjerë, unë mendoj që situata ndryshon. Pse? Në bindjen time personale është që shumica e popullatës e përkrah e mbështet fuqishëm drejtësinë dhe ndershmërinë, por mungojnë grupet caktuara për të fituar besimin nëpërmes praktikës tyne të punës. Bravo, këtë e thonë shumë shqiptarë. Po, absolutisht, po. Se nuk pëndodh, pra, çfarë që donë që nuk pëndodh ky grupimi intelektual, se këtyre njerëzve dashamirës dhe patriotë Shqipërisë. Unë mendoj se këtu ka pengesa. Del dikush thonë, është i këtij. Del dikush tjetër që mund të jetë i pastër intelektual, që mund të njihni dhe ju nga afër shumë mirë, që kaluar filtrin tuaj, po çfarë bën valla, si kaloi? Pra edhe këti ku po flet tu, dikush del këtu edhe në qesh thotë, çfarë po thotë ky zotëri. Pra ne jemi larguar të paraqyjojmë njëri tjetrin, nuk e pranojmë njëri tjetrin, nuk shohim këtë tjetër. Ka arsye të veta. Unë mendoj që këto që po diskutojmë bashkë kanë arsye të veta. Cilat janë arsyet? Sot në Shqipëri janë fuqizuar shumë grupet e interesave. Në popull jenë me emrin oligark, krimi organizuar, e tjere. Tashi këta financojnë shumë për të ruajtur pozicionet e tyne. Dhe si bëhet kjo, si ruhet pozicioni tyne? Pozicioni tyne ruhet duke mos lejuar që të formohen grupime të shëndetshme, mos lejuar për të formuar forca politike të shëndetshme, të drejta, objektive. Dhe për këtë ata kanë ngritur në mënyrë të strukturume, të ndërgjegjshme, të planifikume, me një organizim absolutisht. Dhe kushtet që dalin e kanë provuar shumë, këta i kanë gati grupet e sulmit, të cilat e sulmojnë në media, sulmojnë në opinion, nuk merren me idet, me mendimet, me atë çfarë ai përfaqëson, por përpiqen të gjejnë të pamja, të vetë, ku diu çfarë them, gjëra të vogla, të flitet për gjëra dhe jo reale, dhe realisht kanë fuqi shumë të mëdha xhbërse. Dhe këtë nuk lejojnë me u konsolidua grupe tilla, se grupe tilla rrezikojnë pushtetin e tyre, abuzimet e tyre, etj. Me radhë. Po këtu dalin pastaj, a ka shpresë që mund ndodhi kjo shkatrimi i këtyre që absolutisht po. Ka? Për mua ka. Ka, por dën njerëz me kurajo shumë të madhe dhe me vizion shumë qartë. Pra, ato grupe që duhen të konsolidohen si grupe adhetare, patriotike, duhet që të kenë guxim, kurajo edhe vizion dhe të mos demoralizohen nga sulmet e pista që u bëhen, të mos stepen, por të luftojnë, të bashkojnë njerëzit që janë të njëjtë me mendime, veprime dhe nuk mungojnë. Nëse nuk zgjate mund po të sjell edhe një shembull. Po, patjetër. Kemi parasysh luftën nacionale çlirimtare. Vendi ishte i pushtuar, shpresat ishin të pakta. Pjesa më e madhe mendonte se kjo është e pazgjidhshme, por një pjesë e patriotëve u organizuan, dulen në luftë, a dulen gjithë? Jo, dulen një grupim që kishin ideale shumë të larta. Ata dulen edhe vranë, dhanë jetën, të japish jetën është sakrifica më sublime, por në fund fituan. Kjo tregon që njerëzit duhet kenë guxim, duhet kenë vizion, duhet të bashkohen rreth idealeve dhe parimeve. Pra, grupimet duhet të formulojnë parimet dhe njerëzit të bashkohen mbi bazën e parimeve, jo mbi bazën e pëlqimeve personale ose të interesave të ngushta meskine. Kështu që ekziston kjo mundësi, por për momentin... Në mënyrë të menjëhershme, çfarë ka nevojë vendi jonë? Vendi jonë ka nevojë për individ, grupime, forca politike, të cilat në radhë të parë formulojnë qartë dhe sakt parimet
të cilat i diskutojnë me njerëzit, me grupimet, që u japin të drejtë dhe mundësi grupimeve të tyre që të shprejnë mendimet, të diskutojnë, të zhvillojnë mendimet e idetë për ta bën sa më të mirë Shqipërinë dhe kjo do të krijojë mundësi të mëdha. Por ne dim që sot edhe në forcat politike një nga pengesat është që nuk janë demokratike, nuk ka demokraci. Nuk ka demokraci. Jo. Aty ekziston vetëm koncepti i binjes. Ai që ma i ulët i bindet, struktura me ulë duhet i bindet patjetër. Nëse si bindet ai e përse Kur bëra pyetje çfarë do ndryshojë në mënyrë menjëherë në Shqipëri, kisha si problematika, çfarë problematikash mund të më rreshtoni 3 ose 5 problematika që duhet ndryshojnë në mënyrë menjëhershme për përmirësimin e jetës shqiptarëve. Ne ç'kuptim këto përmirësimet. Ekonominë për shembull, punësimin për shembull. Unë në radhë të parë mendoj që çfarë mendon ti që është si njëri i lexuar më sa po dëgjoj? Në radhë të parë pançme. Unë radhë të parë mendoj që duhet të ndryshojë konceptimi i njerëzve. Mendësia e njerëzve. Absolutisht. Pa ndryshu mendësinë, po si do ndryshojnë ekonomia, si do ndryshojnë organizimi, si do ndryshojnë lufta kundër korrupsionit, nëse ne nuk ndryshojmë mendësinë me cilën këto kanë gjetë shtrat, kanë gjetë mjedis për të zhvilluar. Pra këto zhvillohen se kanë gjetë një mendësi të caktuar që nuk u kundërvihet dot, se jo se s'ka përpjekje. Por kjo është pengesë mendësia. Pra, konceptimi, mendësia duhet të ndryshoj. Po ndryshoj mendësia, po ndryshoj konceptimi, kjo ndryshon mënyra organizimit shoqërisë. Duke organizuar shoqëria pjesë e saj, kuptohet se gjithë 100% sa rrihet kur. Nga se është dobësuar kjo mendësia? Mendësia është dobësuar nga sulmi i fuqishëm që është bërë nga forcat politike në pushtet, këto janë përgjithësi absolute. Arsimi është pjesë e superstrukturës dhe është gjithmonë pjesë e qeverisjes. Kështu që një qeverisje problematike nuk mund të arrijë që të zhvillojë, as nuk i intereson një arsim me të vërtet i dobishëm dhe frutshëm. Sepse një arsim i tillë ata do t'i përmirëste shumë shpejt. Kërcënuar gjithmonë. Po, dhe arsimin ata shohin ose e menaxhojnë në mënyrë, jo e menaxhojnë sipas interesave, mos me i prek interesat e tyre. Dhe në shkolla po të shikosh programet e punën reale që zhvillohet, është që nuk i përgjigjet nevojave dhe interesave të vendit. Po, punohet për anën profesionale, praktike, pra që ai të përgatitet si punëtor, si mekanik, si specialist, ti shërbej. Po deri aty. Deri këtu. Po jo që ai të mendoj mandej se si trajtohet, si shfrytëzohet, si krijohet vendi i punës. Mos ndoshta edhe këtë, se më parë ka pas qenë kjo, se kanë qenë fabrika, ka pas kushte të tjera. Mos ndoshta edhe këtë e kanë lënë qëllimisht ato që ta çojnë deri në atë pikë që të krijohet një far kaosi, që njerëzit jenë pa qetë, jenë stresuar dhe mos mendojnë për përmirësimin e jetës tyre? Jo, kjo vjen pasojë. Nuk ka qëllimshme që ne do bëjmë me qëllim këtë që të bëhet kjo, por kjo pasojë e mënyrës menaxhimit. Pra, menaxho kesh një problem e ki të sigurt rezultatet negative. Dhe një nga rezultatet negative kjo. Do me thonë kemi keq menaxhim të prioriteteve të arsimit, të edukimit. Në radhë të parë, shkollat kanë probleme të mëdha të përdorimit drogave, të sjelljeve, etj. Dhe stafi mësimor është i pafuqishëm me ju kundërvun. Në shumë raste ai është viktime tyne, nuk u kundërvihet. Pse? Nuk është një rrjet i organizuar me mbështet njëri tjetrin. Shkolla me mjedisin etj. Ka probleme të shumta që janë rrjedhoj e keqeverisjeve. Absolutisht është konceptuar demokracia pas viteve të 90, kishte një lloj besimi absolut të popullit dhe u keq menaxhua. Deri sot nuk është. Pas 90-s. Po. Cila ka qenë epoka më mirë, le të themi, e politikës shqiptare? Që ka pas politikë mirë, që ka qenë sa më afër popullit. Sa më afër.
Menoj me se një historinë e epokës Skënderbeut. Epokës Skënderbeut. Ka që tjerë? Jo, tashi ne kemi një hero kombëtar që nuk është vënë dyshim asnjëherë. Dhe ky është Skënderbeut. Normalisht, jo, e kanë vënë dyshim, janë struktura dhe qarqe antikombëtare që e kanë vënë dyshim i vend normalisht përfitojnë nga demokracia dhe jo vetëm atë, po s'ka figurë që nuk sulmohet. Kushdo qoftë ajo sulmohet. Por pse e them këtë, unë e them pak me ironi këtë, që në kohën e Skënderbeut. Nuk e them me bindjet plot, po si fakt ironik, sepse në vërtet ne kemi figurat mëdha të rilindjes kombëtare për pavarësinë e tjerë. Por në shtet formim, si shtet formim, me thënë drejtën mundësit, kapacitetet dhe kombi ynë duhet ishte nivele dhe lartësi tjera. Absolutisht po. Kapaciteti genetik, kapaciteti intelektual, kapaciteti trashëgimor është shumë i fuqishëm, por kemi keqpërdorime. Është i qëllimshëm apo është nga padituria apo nga influencat jashtme? Absolutisht janë të kombinume, por kryesorja është, për mendimin tim, dominojnë interesat meskine, tulta, për përfitime të mëdha dhe të pameritura të klasës politike dhe që është krahu i fuqishëm i këtyre, po i themi oligarkëve i këtyre tjerëve. Ata përfaqësohen me sa dim ne, një pjesë jo vogël e ligjeve sot porositen. Nga oligarkët. Atëherë, kush e ka pushtet, ai që porosit ligjet në parlament i miratojnë, ne kemi dhëna që... oligarkët janë ata që janë pushtetarët e vërtet të këtij vendi apo politikanë? Jo vetëm oligarkët, por të gjithë ata që kanë krijuar fuqi ekonomike, financiare të fuqishme nëpërmes abuzimit, janë të gjithë bashkë dhe kanë interesa të njëjta dhe punojnë. A mungon sot drejtësia në Shqipëri? Për mendimin tim, gjykimin në gjykimin tim drejtësia kohët e fundit ka bërë përmirësimet mëdha, sepse ka qenë ineksistente, pothuajse. Realisht ne jemi dëshmitar të një përmirësimi shumë të madh dhe kjo është për t'u përshëndetur. Megjithatë, drejtësia vetme nuk mund të jetë çelësi i zgjidhjes së problemit shqiptarëve. Ajo ndihmon, jep kontributin, mos harrojmë se edhe ajo nuk janë alien, nuk janë zbritur. Ata janë njerëz që kanë presione të fuqishme dhe kanë të vështirë të shmangin 100%. Është e pavarur thua? Relativisht po, të paktën ka demonstru, relativisht flas, jo absolutisht, absolutja nuk ka fjalë që Edi Rama nuk po e mban dot pushtetin, thotë dua ta dorëzoj, po nuk e lën. Kush janë ato që s'e lën atë ta dorëzoj? Këtë nuk e kam dëgjuar këtë shprehje, jo, nuk e kam dëgjuar. Jo, këtë nuk e besoj, kjo mund të jetë më tepër një legjend urbane, sepse një njeri që dën të japin ndërheqjen, ai që ka arrit në këtë nivel e drejtimi, ai është jaftë edhe të di të largohet në momentin që dëshiron. Ai thotë duhet të mbetet në histori. Si mendoni si do të mbetet në histori, sipas jush, si e keni lexuar ju, për mirë apo për keq? Jo, ai mendon për mirë. Jo, si mendoni ju që ai më sa ka bërë, si e shihni ju që ka bërë, do të mbetet për mirë apo për keq? Është akoma herët për të gjykuar. A mund ta garojë Skënderbeun? Jo, për momentin se besoj. Megjithatë, koha është përpara dhe ne duhet jemi realista, të pa jemi në pikën që Shqipëria ka nevojë për një Skënderbeu të dytë, domethënë. Jemi ne të kushtuar. Ka kohë ne që kemi nevojë për një Skënderbeu të dytë. Ka kohë, ka vite, dekada që kemi nevojë për një Skënderbeu të dytë. Pse thua këtë? E them këtë sepse mundësi dhe potencialet tona janë shumë të fuqishme, por ato kanë humbur shumë. Le të kujtojmë për shembull, unë kam parasysh pas viteve 90 për dispozicioni për një zhvillim ishte jashtëzakonisht i madh. Ra ngjarjet e
e 97-ës që ne kanë kthy me 10 vjeçar tanë më apa dhe kriju një imazh negativ. Erdhe ngjarje tjera që kriju një imazhe negative, aq sa është kriju një opinion jo shumë i shëndetshëm. Dhe kjo për fajt politikës. Prandaj ka nevojë për një Skënderbej që do thotë të grumull, të bashkoj rreth vetes shqiptar të ndershëm. Që nuk mungojnë, janë shumë absolut, ja, të garantoj që janë shumica. Por u mungon drejtimi, u mungon vizion, absolutisht. Ka dritë fund tunelit thonë? Jo dritë, jo le llogaran me rreth spaku me të. Por jo ka dritë, por ka dritë fuqishme, ka shpresa të mëdha, ka absolutisht mundësi, por se sa ne e zbuluam dritën fund tunelit. Si ky është ajo që ne kemi synuar gjithmonë. Çfarë do bëjmë pastaj? E zbuluam. Absolutisht e zbuluam, atëherë duhet ta mbështetim, ta fuqizojmë dhe të mos lejojmë maçet në fiket. Të lutem, kemi bërë një bisedë shumë mirë. Edhe të gjatë. Edhe të gjatë dhe kam përshtimin që është shumë e nevojshme dhe unë i vlerësoj ata njerëz që i shohin në këtë formë. Shumë pak i kam njerëz të tillë. Do doja emrin tuaj dhe profesionin. Unë quhem Jakub Dermishaj, profesioni është arsimtar, sot në pension. Të përshëndes, të shëndet. Faleminderit. Të gëzohem që e mirë dhe të gëzohem shëndet. Gjithë mira. Mirupafshim. Ditë të mira për Shqipërinë. Faleminderit. Lum goja. Mirupafshim.